Një grup prej 27 emigrantësh që ju është refuzuar azili në Itali mborritën në portin e Shëngjinit mëngjesin e së mërkurës. Pas nises nga porti i Brindizit me një anije të marinës ushtarake italiane, pas mborritjes në Shqipëri dhe pas kryerjes së procedurave portuale, emigrantët u transferuan drejt kampit të Gjatrit, konform rregullave dhe protokolleve të përcaktuara. Ky është kontingjenti i tretë i emigrantëve që mbërrin në territorin shqiptar si pjesë e dekretit të ri të qeverisë italiane, të cilët do të qëndrojnë në Gjatër deri në deportimin në vendet e tyre të origjinës, me një afat maksimal që nuk kalon 18 muaj. Fillimisht, kampi i Gjatrit ishte projektuar si një qendër pritjeje për azilkërkuesit e shpëtuar në det për një periudhë deri në 28 ditë, por me dekretin e ri të qeverisë italiane, kjo qendër do të presë emigrant me precedent të mëparshëm penal. Gjithashtu, në ditët në vijim pritet vendimi i Gjykatës Europiane të Drejtësisë, lidhur me apelimin e paraqitur nga Gjykata e Romës, që ka vënë në pikpyetje legjitimitetin e arrestimeve të emigrantëve të shpëtuar në Mesdhe dhe të transferuar më pas në Shqipëri, veçanërisht për rastet që vijnë nga vendet që Italia i ka cilësuar si të sigurta, si Egjipti dhe Bangladeshi.